NATO po përgatitet të forcojë ndjeshëm mbrojtjen përgjatë kufive evropian me Rusinë gjatë 2 viteve të ardhshme, duke u mbështetur në teknologji të avancuara dhe sisteme pothuajse plotësisht automatizuara, ka deklaruar një general i lartë gjerman për mediat gjermane. Sipas general brigade Thomas Lovin, zëvendës shefi i shtabit për operacionet në komandën e forcave toksore të NATO-s në Izmir të Turqisë, Aleanca po planifikon krijimin e një zone të automatizuar mbrojtëse, e cila do të shërbejë si linje e parë penguese kundër çdo përparimi të mundshëm armik. Sipas tij, kjo zonë do të pajiset me një rrjet të gjerë sensorësh dhe sistemesh inteligjente, të cilat do të jenë në gjendje të zbulojnë në kohë reale forcat armike dhe të aktivizojnë automatikisht mekanizma mbrojtës. Këto mekanizma do të përfshin dronë të armatosur, automjete luftarake pjesërisht autonome, robot toksor pa pilot, si dhe sisteme të automatizuara të mbrojtjes ajrore dhe raketore. Megjithatë, generali theksoi se pavarësisht nivelit të lartë të automatizimit, vendimi përfundimtar për përdorimin e armëve do mbetet gjithmonë në duar njerëzore. Sensorët e parashikuar në këtë projekt do të vendosen si në tokë ashtu edhe në ajër dhe do të mbulojnë një territor prej disa mijëra kilometrash përgjatë kufive lindor të NATO-s. Sipas Lovin, ato do të mbledhen dhe analizojnë të dhëna mbi lëvizjet e armikut, përdorimin e armëve dhe aktivitetet e dyshimta, duke i shpërndar këto informacione në kohë reale tek të gjitha vendet anëtare të aleancës. Përveç ndërtimit të kësaj zone të automatizuar mbrojtëse, plani i NATO-s parashikon edhe forcimin e stoqeve ekzistuese të armëve për të garantuar gatishmëri të qëndrueshme në rast të një përshkallëzimi të situatës së sigurisë. Sipas Welt am Sonntag, disa nga elementet e këtij sistemi tashmë po testohen në kuadër të projekteve pilot në Poloni dhe Rumani. Nëse gjithçka shkon sipas planit, NATO synon që i gjithë sistemi të jetë funksional deri në fund të vitit 2027. Këto zhvillime vijnë në një kohë kur vendet evropiane janë përballur me një rritje të ndjeshme të ndërhyrjeve nga dronë rus ose të pa identifikuar. Gjatë vjeshtës së kaluar, incidente të tilla janë raportuar në Poloni, Gjermani, Rumani, Danimark dhe Belgjik, duke ngritur shqetësime serioze për sigurinë ajrore dhe infrastrukturore të kontinentit. Në këtë kontekst, Komisioni Evropian ka hedhur idenë e krijimit të një muri kundër dronëve, një iniciativë që synon mbrojtjen e hapësirës ajrore evropiane nga kërcënimet e reja teknologjike. Megjithatë, korniza konkrete e këtij projekti ende nuk është përcaktuar. Bashkimi Evropian synon të mbështetet në përvojën e Ukrainës, e cila prej më shumë se 3 vitesh po përballet vazhdimisht me sulme me dronë dhe raketa, duke zhvilluar metoda të reja mbrojtjeje dhe kundërmasash teknologjike, shkruan The Geopost. Ndërkohë, Polonia ka bërë të ditur se po përgatitet për hapa konkret. Ministri polak i mbrojtjes, Władysław Kosiniak-Kamysk, deklaroi se Varshava është pranë nënshkrimit të një kontrate për ndërtimin e sistemit më të madh antidronë në Europë, një projekt që pritet të luajë rol kyç në arkitekturën e re të sigurisë së NATO-s dhe EBE-s. Këto masa tregojnë një orientim të qartë të aleancës drejt mbrojtjes së automatizuar dhe të integruar, si përgjigje ndaj sfidave të reja të sigurisë që paraqet lufta hibride dhe përdorimi masiv i teknologjive pa pilot në konfliktet moderne.